Autoriteti rajonal rrugor jugor në Gjirokastër ka përfunduar rifreskimin e sinjalistikës orientuese rrugore dhe turistike në disa prej akseve kryesore të rajonit jugor. Kjo nismë synon të përmirësojë ndjeshëm orientimin e drejtuesve të mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke rritur sigurinë dhe lehtësuar lëvizjen. Në Gjirokastër ka përfunduar rifreskimi i tabelave orientuese dhe atyre që të çojnë drejt siteve turistike, ndërsa ndërhyrja për përmirësimin e sinjalistikës po vjon edhe në qytete si Saranda dhe Ksamili. Një drejtim i përgatitjes për sezonin e ri turistik veror të këtij viti është siguria rrugore dhe përforcimi edhe shtimi sinjalistikës rrugore në akset rrugore kombëtare. Këtu prioritet i jepet akseve që të çojnë në destinacione turistike. Në këtë kuadër, në bashkëpunim me Policinë Rrugore dhe me Bashkinë e Sarandës, është bërë vendosja e elementëve të ngadalësimit të shpejtësisë në aksin Sarandë-Ksamil. Konkretisht në 4 pika të këtij segmenti, përfshirë edhe parkun arkeologjik të Butrindit, janë vendosur elementë ngadalësimit të shpejtësisë në formën e kurrizave artificiale në rrugë. Këtu është bërë dhe kombinimi i kurrizave artificiale në rrugë me kalimin e këmbësorëve. Gjithashtu është bërë plotësimi i këtyre me sinjalistikën vertikale përkatëse. Një vëmendje veçantë në këtë drejtim po i kushtohet zonave turistike. Gjitha rrugët e plazheve parashikohet të kryen punime mirëmbajtje dhe të bëhet vizimi i këtyre akseve që të çojnë në plazhet kryesore të jugut të Shqipërisë. Ndërhyrjet për sinjalistikën rrugore pritet të vijojnë në faza edhe në qytete të tjera të rajonit me synim për të pasur më shumë siguri në rrugë si për vendasit ashtu edhe për vizitorët e shumtë që frekuentojnë jugun gjatë muajve të verës.